Theme të jetën fabull, Ledio. Adriatik, ndryshe nga ajo që unë kam dhënë titull dhe që të ftoj që ti të bie një analizë pak më të ollësishme, ti mendon që nuk do të rrezikosh, në kuptimin rrezikosh, në thonjë, nuk do të riskosh me argumente që nuk i zotron, dhe thua, nuk shikon lidhje midis prangave të Mogherini dhe korrupsionit shqiptar. Zero. Zero. Jo. Nga sa tregohet atje jo, lidhet me një procedurë tenderimi. Është thjesht fati keq pra që miqtë e Ramsit dhe të Veliajt po bien brenda, është thjesht rasti thua ti. Ndoshta. Nuk shoh ndonjë lidhje të paktën nga sa referohet me procedurat këtu, pastaj po ka të tjera, ngelet për të parë. Dakord. Ledio, kalëm të fabula tjetër. Dhe para se t'ja fjalën tiku tu, të vemi në përmale, zonja të të vemi gjiro në male tani me tiku, në përmalet e Shqipëris. Ju e dini që edhe tiku dhe unë dhe të gjithë ju keni nevojë për karburant. Ku do shkoni për karburant? Për të vetë në male? Ju kam thënë mos fusni asnjë lloj zorre që nuk e njihni makinën tuaj, dhe u shkatroj makinën. Fusni vetëm një zorë, një tubë, e SPO-il, naftë dhe benzinë e niveleve të papara. E vërtet, jo fake, siç janë gjëra përgjithësisht Shqipëri fake. Shkoni këtu, të furnizoni makinën dhe shikoni ndryshim total. Ruan makinën performansë pa para motorit. E keni gjithandej SPO-ilin sepse logon e ka përmesisht të veçantë. Dakor? SPO-il, the fuel of champions. Bravo Said. Saidi është një mjeshtri. Said që na shikon, mos harro ma nisësh në një. Ja punoj që bëjmë mëson me videot e tua që ne ndryshon shpesh me spotet. Më nisë një spot tjetër amase. E bukur është kjo makinë. Ma nisi të kuqe ku dëgjoj. Se një shile për shkak. Dakor? Jeti Said. Ta rrok të SPO-il. Rikthehet fabula Ledio. Adriatik. Pakete e maleve. Të kam vënë re që flet shpesh pakete e maleve në statuset e tua në Facebook. Po. Si është puna? Është ajo që kam bërë gjithmonë. Kur flisja për bankës petroliumin, njerëzit thoshin Jo, s'thoshin që njerëzit, dëgjon me vëmendje. Unë të paktën kam dëgjuar me shumë vëmendje. Ishte njerëz që ishin skeptik, po. U deshën vite që të arrijnë hetimet e prokurorisë dhe ndaljen e të vërtetës deri diku. Tani ka disa kazuse të cilat ja u kam thënë në kohë. Po u them tani për paketën e malë. Jepi. Kjo është vjedhja më e madhe që i ka ndodhur shtetit shqiptar që nga krimi. Si, më shumë se një senatori? Jo, një senatori është qime e para kësaj. Zërbe? Jo, s'krahasohet fare. Po jepi amasa, tani më bëre kurioz. Senatori është kështu mos si ato kaçolet e xhepit që mbajmë ne për të paguar. Zërbe? Po. Tani zon ndërpres. Ç'është kjo paketë e maleve, vëlla? Pse është vjedhja më e madhe? Vjedhja më e madhe që i është bërë shtetit shqiptar që nga krimi. Po. I është bërë apo do i bëhet? Që po i bëhet. Ka nisur t'i bëhet. Pse është? Po me ligj është miratuar ligji. Dhe ligji si quhet, se ne i bijmë shkurt paketë e maleve. Quhet ligji për paketën e maleve. Jepi amasa, më bëre shumë kurioz. Shiko sa e thjeshtë është. E ke parasysh pjesën rurale të Shqipërisë, malet, kodrat. Ka parasysh dhe i dua shumë. Po, të gjitha këto, të parët tanë nuk i kanë pas ndarë, historikisht. Kanë qenë kullotat përbashkëta, pronat përbashkëta të fshatit. Normal. Gjithmonë shtet në aspektin juridik, por të administruara nga vetë komunitet. Se i përdorin ata. Eksakt, sepse kanë qenë një mënyrë jetese për banorët. Po për të Edhe i dietuar. pasuri dhe i varfri i përdorte, për të shkuar në verë për të mbledh frutat e pyjt. Qartë. Për të mbledh lëndët medicinale me cilat kuroheshin e i shisnin, jetonin. Për të mbledh, kujdes, shumë bim medicinale. Medicinale, po. Si për shembull, Sherebeli, një që kam qefun, Rigoni, Dafina. Jo. Qarë? Gjëmbaçi Gomarit. Po, është e vërtet. Çfarë perle. Mami ka thot ai Rushdiu këto, po të janë perle. Është e vërtet. Po është e vërtet kjo? Absolutisht. Së treti, Gjëmbaç Gomari, çfarë perle. për të veruar e për të quar baktin, kuota, E vërtet. për të marrë dru. Si që bëjnë akoma, mor, ne i shohim njerëzit, po. Eksakt. Po. Në këtë drejtim, ato kanë po qenë po? një burim jetese për gjithë komunitetin e fshatrave në gjithë vendin. Dhe sidomos për të varfrit. Madje, kryesisht, madje, tashmë dhe për qytetet e Shqipërisë. Qytetet të tilla si Delvina, Libohova, Erseka, Baramcuri, po dhe periferit e qyteteve të mëdha ku jetojnë banorë të ardhur nga këto zona, Sakt. jetojnë me këto male. Për shembull, kur bëhet Ti ku thua male, janë dhe kodrat apo? edhe kodra. Dakor. Përfshin kuptimin e ligjit. Qartë. Për shembull, po marr një shembull. Ata që janë nga Baramcuri,
Kur vjen periudha e Boronicave, ikin nga Tirana dhe shkojnë e mbledhin dhe i shesin, ose të gështënjave. Po. E njëjta gjë ndodh me banorët e jugut, ikin mbledhin Sherebelin, mbledhin Çajin e Malit, mbledhin Dafinën. Po këto lajfite këto gjëra. Salepin. Lajfi apo janë tjetër gjëra, Jo, lajfi ara. Tegrat. Ah, dakor. Tani, Okej, dakor, janë vetëm për të egrat, të po. paketën e maleve, pasi mbaruan një pjesë të madhe e vodhën Bregdetin, Akoma. pasi Sa një ka pjesë të akoma, madhe. ka Bregdetin, ka blak. Me këtë paketën e maleve do ta zhgrapin, do ta Po këto që futet e kjo paketet maleve, jo, këto s'futen. Futen. Jo, kodrat e Tiranës. futen të gjitha që janë shtet dhe nuk janë në pronësi private, po që kanë lartësi, futen që të gjitha, absolutisht. Ua. Tani, me këtë paketën e maleve, i është dhënë mundësia, Tani konkretisht si? ja po ta them, Si lidhet? i është dhënë mundësia pushtetit aktual, Po? që pronën tonë përbashkët në çdo mal të Shqipërisë, në çdo fshat të Shqipërisë, Ta nxjerrë në treg. t'ja jap falas. Jo ta nxjerrë në treg. Çfarë tregu, me 1 euro. T'ja jap atyre që janë afër pushtetit. Ti do thuash, po pse atyre dhe jo banorëve të zakon? Pa ankant, pa gjë. Po jo mor zotri, çfarë ankandi po thoni? Po jo, më duhet, ka një garë për atë. Jo, pra, jo. Pse ta marrësh ti dhe jo unë? Jo, nuk ka garë, pra, nuk ka garë. Ky është problemi. Jepet me 1 euro dhe jepet mbi këto kritere që do të them. Bravo, janë caktuar në ligj. Po ja po ta shpjegoj. Kush e kërkon i pari për shumë? Jo. As kjo s'është e vërtet. Okej, jo, kot po pyes. 1. Thot ligji, Po. mund të kesh dokumenta shoqërues fotografi. Që do të thotë, ti mund të kesh fotografi që dikur ke veruar aty. Po. Edhe me ato ti mund të shkosh dhe të nisësh procedurat për marrjen e malit. Mund të kesh si dokument thot 2 dhe në 3 dëshmitar. Shkon dhe merr 2-3 banor të vjetër të fshatit, Po. nga pak Për të vërtetuar çfarë pra? që ti e përzotuar malit 10 vitet e fundit. Që e ke përdorur E ke përdorur këtë malit. ose kodrën. Ose kodrën, dhe ti ke të drejtë ta marrësh këtë në pronësi. Çfarë do të shkaktoj kjo? Ose pikë tjetër, ke qenë një blektor ti që ke pas delet në mal? Po. Ke marrë ato kullotat me qira? Po. I ke paguar ato faturat simbolike sa ka qenë? Qartë. Po, ti mund shkosh dhe ta marrësh të malin dhe një investitor, thot ligji, mund vide të ta marrë ty, ndërkohë që ti aplikon, ky e merr duke të dhënë ty diçka. Një apartament, 2-3 lart e poshtë. Po unë me sa e marrje, dore parë kush është, me 1 euro. Me 1 euro. Po sa metra? S'ka kufizim ligji. Si s'ka kufizim? S'ka ligji kufizim. Si më për shembull, ku di unë, 3 hektar. Po jo, janë pak 3 hektar. Jemi duke fol për male këtu. Mund t'jenë qindra dhe Jo për mijëra kodra pra ku kanojnë dhe rrugët. Për marrë që s'ka infrastruktura zgjeti ku tani. Po flasim. Këtë dhe infrastrukturë. Jemi duke fol për sipërfaqe që mund t'jenë dhe mijëra hektar dhe qindra hektar në raport me një zonim që do të bëj çdo bashki. Pra çdo bashki do të përcaktoj zonat në malet e veta që do t'i japi. Këta mund t'i japi dhe Ja ka lënë bashkisë fatikisht ligji. Ja ka lënë bashkive. Ligji e bashkive, po siç e ke parë 61 kryetarët e bashkive i mbledh ky. Po, i mbledh. Dhe u thotë se ke sjell, i thotë. Qartë. Dhe ti je i binti që ata nuk ja çojnë se ky u ka çuar gati hartat, cilat zona do marrin. Dakord. Dhe zonat janë përcaktuar dhe dihet kush do t'i marrë mër zotri. Dihen dhe njerëzit? Po ti je i bindur timor, qytetarët e zakonshëm ndonjë lart poshtë. Po. Mund të marrë ndonjë gjë të vogël. Po zonat më të bukura turistike të Shqipërisë do t'i marrin ata që kanë marrë detin dhe që kanë marrë gjithçka në. Më jep një shembull. Që ta kuptojmë. Zotri, Në jug, për shembull në jug. Që jugu gjithë oligark. Po mirë, po të marrë malin e fshatit timun? Po më jep një mal që njerëzit e dinë që kalojnë pra se te mali fshati jo Mali pas fshatit të gjithë timun Delvin. është ai mali që kalojnë të gjithë shqiptarët në verë. Cili është mali fshati? Kur del në qafë të Llogaras dhe shikon përballë atë majën atje të Çikës, mbi vuno sipër e mbi palas. Po. Kur del në Llogaras që shikon detin. Duket edhe nga Imara kur janë në Imar qytet. Është ai mali në krah të Llogaras, ai i larti. Po pra. Ai është mali Çikës, në krah është Bogonica. Po mali Çikës, a është ky më që janë të lokalet lart Llogaramër për që Jo, ai ndalojnë? është mali Llogaras, ai në krah është mali Çikës. Ai në krah domethënë ai që është më afër Dërmiu po them. Më afër palasut. Po. Dakor, okay, ai është mali Do Çikës, shkoj okay. dikush aty, Po, dhe do ta marr atë mali. po kush dikush se ata atje ka banorë që jetojnë fatikisht. Jo, banorët janë poshtë në Lugin, nuk janë lart në mal. Fillojnë dhe në mal, më të rruga. Jo mor zotri, nuk ka banor lart në Po mal. jo më për shkak palasa lart i kanë më për në atë i kanë më. Është ajo, mali është lart, nuk është aty Po poshtë. flet, ti po flet për lart fare tani, nuk po flet. Sipërfaqe, diti që ai mali lart është si fushë aviacioni, ka fusha me qindra Ti hektar. moti ku dëgjoj, po më dëgjoj Ariani. Për çaj, do të thonë nëse ky nuk e i bën këtë. Tani ta marrim sigurisht jemi naiv. Po. Ç'të keqe kam? Ta marrim keqe? ato toka aty kush do i ato toka aty kush do i punoj, kush Me do. ato jetojnë 10 mira, 100 mira familje në Shqipërinë. Me ato jetojnë. Ti thua nuk do i lë mundësinë këtyre që të mbledhin këto. Po pse do t'i lërë? Bëhet pronë private. Të lënë ndonjëri ti vesh të baçja e vet ti marrësh ndonjë kumbull, ndonjë dardhë apo ndonjë fik. Ha?
kur bëhet pronë private, të lënë njëri të hyshte shtëpi. Jo, po mos është gjë e mirë është kjo motivu. Cila është gjë e mirë? Që ti heqësh banorëve poshtë mundësinë që të shkojnë aty ku të partë e tyre shkonin për të çuar delet, për të marrë drut, për të marrë frutat e pyjit, për të marrë bimët medicinale, si që ka gjë e mirë. Për të jetuar nga natyra, thonë. Pore, ka familje që jetojnë, jo familje, por shumë familje, 10 mijëra familje që jetojnë me atë. Si mund të marrësh ti pasurinë e përbashkët dhe t'ja transferosh dikujt? Dhe kjo është një mënyrë për të blerë pushtet, mor zotëri. Se nëse unë jam kryeministër, Po? dhe marrë dhe ndaj mira prona në të gjithë vendin në këtë mënyrë, ti mendon që ata njerëzit që i marrin këto sipërfaqe të mëdha qyl me 1 euro, falas, janë njerëz që mund i dalin kundër nesër qeverisë. Jo, asnjëherë. Po si që ka kjo? Po nesër del ky dhe do shes, do thot, japim godinat e qeverisë. Çfarë kemi spitale, çfarë kemi... Të bëj një pyetje, e kuptova. Të bëj një pyetje. Po. Njerëzit që deri dje thua ti, e kanë shfrytzuar këto male. Nuk do vend dot më. Prit. Ata kanë shfrytzuar jo vetëm për të ngrënë vet apo jo. I kanë shfrytzuar dhe të bëjnë biznes. Absolutisht po. Normalisht kur kanë bërë biznes ata, kanë paguar ndonjë gjë, se ato janë gjëra që ata nuk është se i blejnë, i marrin nga mali. Kjo është një tjetër gjë. Jo, kot pyeta. Përgjithsisht besoj që jo. S'ka paguar. Përgjithsisht jo. Po, te ata nuk hy mundet ti apo jo, se ne për shkak nuk e bëjmë të punë. Pra ata janë një grup i vogël njerëzish shqiptarësh. Sa për shkak mund të jenë. Pra, sa familje dëmton ky ligji, kjo paketa e maleve? Ky ligji dëmton gjysmën e popullsisë së Shqipërisë drejt për drejt. Zërbe. Po, absolutisht po. Pra ti thua janë 1 milion, po thua se 1 milion njerëz të prekun nga kjo gjë? Absolutisht. Si të gjithë ajo pjesë e popullsisë që ka origjinën nga fshatrat e Republikës, ku këta me zhduket i ka mën syri në bazë të atij ligji për t'i marrë. O diku se ti e bën kështu tani, pa ata do marrin gjithë malin më burg këta njerëzit e qeverisë. Do marrin pjesën më të mira pra. Dakord ja unë. Dakord. Po dakord. Do marrin. Çdo bëjnë atje. Ku ka burimet ujore, ku ka livadet e bukura, jo të gjithë më, nuk do marrin çdo gërç, çdo e pra. Do marrin pjesët e mira, aty ku janë kuotat e mira, aty ku janë burimet e ujit, aty ku janë pemët frutore, aty ku janë bimët medicinale, sigurisht më ato zonat që i ka bërë natyra fituar, që janë të egra. Ato që ka bërë. Tani të bëj një pyetje unë ty. Më të mirë. Të lutem, ma çdo në fund logjikën ta kuptoj. Je i madh shumë ma këtë paketë e maleve se nuk e kisha kuptuar. Ky shahu më i madh që ka vendi tani realisht. Prit për një sekond. Do ndodhin, e di çfarë do, e di pse e ngrehun këtë? Na, pse? Jo, kur do ligjin 7501, që në fund të ditës, për mua mënyra si ka qenë konceptuar, ka qenë totalisht i padrejtësi. Ja mori një pakice dhe ja dha një shumice e ndau. Ky tani ja merr një shumice dhe do jap një pakice. Me këtë do theren njerëzit, do vriten, siç janë vrarë për ligjin 7501, do vriten se do vjen aty, do vjen me atë zakonin e përditshëm që unë në mal tim vi, unë në mal tim vi mbledh cerebel. Ai s'do ta lërë mor zotri. Se ai që do ndërtoj aty atë pikën turistike, majt malit, do marr punëtor dhe do ta mbledh vetë cerebelin që të ta shes ty vetë si turist atje. Dakor. Boronicën do ta mbledh vetë ai, do ta thaj dhe do ta shes ty, pse do vej banori ta mbledh. Gështënjën, Dafinën, Salepin, të gjitha, tani të gjithë këta njerëz që merren me këto histori, nuk do hynë dot më t'i marrin këto histori. Nuk do hynë dot më mor zotri, se s'të lësh pronë private. Pronë private. Bëhet pronë private me 1 euro ajo që deri tani ka qenë pronë e të gjithëve ne. Kush je ti që jep me 1 euro? Kush je? Këta njerëz që ti thua dije se kush do jenë, kush do e marri. Mund të më thuash pak a shumë që se ke një ide. Si imagjinon, çfarë do bëjnë atje? Resorte më. Në mal. Absolutisht. Që i bie, më falni sekond, i bie duhet të ndërtojnë dhe rrugët vetë, sepse nuk beson që shteti ka shumë lekë ky shtet sa të ndërtojë dhe rrugët për të çuar deri atje. Gabim, ka një ligj për investime strategjike që shikon që infrastrukturën e ndërton shteti me lekët e tua dhe të mia. Pse këto edhe këtu do futen te ligjet e këto investime strategjike. Pasi ta marrin ata për shkak të investimit mbi një vlerë të caktuar, fitojnë statusin e investitorit strategjik. Ata po marrin me 1 euro pra. Mor zotri e merr me 1 euro, po vlera e investimit në projekt mund të shkojë mbi 50 milionë euro për shkak të madhësisë që mund të ketë, cilësisë. Qartë. Në momentin që kalon një vlerë të caktuar, ligji të jep drejtën që të përfitosh status e investitorit. Edhe thua që shteti do ju sjellë dhe ujin, dhe dritat, dhe rrugën. Lekët e tua dhe të mijat absolutisht. Dhe kanalet. Nuk kam ndonjë gjë kundër zhvillimit tonë, që të jemi të qartë. E pra se këtu do të pyesja. Ajo që kam problemun është fakti që këtu përdoret një metodologji për të vjedhur pronën shtetërore. Kemi precedent në vende të tjera që është bërë kjo punë? Shiko, nëse kjo do të bëjë që hajde të bëjmë një plan që të bëjmë 10 investime të mëdha në male për resorte s'kisha nuk e di, dhe të gjejmë një metodologji që të përqendrohej në zonat caktuara, dhe të vijë një kufi që këtu do hapen 500 vende pune në këtë zonë, 700 atje, më kupton? Por në momentin që kjo bëhet si një metodë për të vjedhur gjithçka nga banorët, sepse lihet pa limit, më kupton? Kjo pastaj kthehet në një mënyrë për të marrë ato pasuri që kanë ngel publike për t'i marrë e për t'i bërë private, në pak duar, siç kanë marrë zonat e tjera. Mos bëni kush i privatizoi gjithë ndërmarrjet e vjetra të Shqipërisë? Një pakicë njerëzish. Dakor.
Po marrin dhe Mos malit. kuptoj vlerën e malit, sepse po ti Vlera e ishte... malit është nga njëherë më e madhe se e detit. Po pse mo tiku? Po sepse ka shumë element. Nëse deti ka vetëm detin, ai mali ka, po të them edhe një herë, ka ujin, urimin aty. Po. Ka që bëhet fabrik uji, për shembull. Ah, dakord. Ka kuotën, që mbahet bagtia. Mbashtohet. Ka bimët medicinale, që është një ndër zërat që ne eksportojmë më shumë dhe që ka fitim të jashtëzakonshëm. Sherebela për shembull është ka çmim në bursë. Ne jemi lider në botë në Sherebel. Sherebela, po. Mbulojmë në djenin time rreth 50% të tregut E po global. kush është oligarku Sherebelit? Me qëra fjala? Po nuk ka për të vajt ta marr ai, mo jo, se nuk besoj se nuk dua ta lidh në këtë mënyrë. Jo, mor jo, Sherebeli që jemi lider ne. Ka disa kompani që eksportojnë. Ah, bravo. Pra e shikoni janë kompani private, se po t'ja lije njerëzve. Jo, e mbledhin njerëzit. Po pra, po njerëzve bledhin për llogaritë të tikut pra, ose Jo, të Arianit. Po, Ha, pra. po jetojnë me ata. Nesër nuk do ta mbledhin dot. Po pra, dhe tipi që do marri këtë, Po. miku i qeverisë. Po. Normalisht do ketë nevojë për njerëz apo jo që të Ven punojnë. këta yshmeqartë ai thua ti. Po pse ashtu? Këta e kanë. Po pse të Sherebeli janë yshmeqar mo? Po Pse janë- mos i edhe për Boronizër? Po janë yshmeqartë të pronës së përbashkët, të punës së tyre. Pse duhet vend ai tjetri? Edhe një herë, pra për Sherebelin pranojnë të jenë yshmeqar. Ti pranon që për Sherebelin që jemi lider, Po. njerëz të thjesht Po. të shkojnë të bëjnë yshmeqar të një njeriu që jemi bërë lider ne, që e eksporton. Po jo, e mbledhin ata dhe ja shesin. Po, edhe në këtë rast pra. Jo, në këtë rast nuk do e mbledhin Po dot. pse, pse? Se do ta marr ai që do marr malin. Ai do punsoj me orë. Ah, bravo, ai do punson njerëzit pra. Jo, po s'funksionon ashtu. Po si? Po pse duhet të gjithë jenë yshmeqar të njërit e të tjetrit? Pse nuk kanë drejt shqiptarët ta zhvojnë jetën e tyre dhe në mënyrë të pavarur, si çdo vend normal? Po nga që thonë o ti ku që në këtë lloj rendi së fal askush asgjë më burr. Po pse duhet i falim malet tona kur s'fal askush asgjë? Ai i fal për të investuar atë Po pra. kush tha që duan shqiptarët që të falen ato? Pyeti ndonjë njeri ai, bëri ndonjë referendum? Të dalë t'ua shpjegoj njerëzve çfarë ka bërë? E diti që do vriten njerëzit nesër me këtë histori? Po le të vritet mo ti ku? Po Ku si janë le të njerëzit? vriten, mo? Ku janë njerëzit mo Po ti? jo, mor, po ne po mendojmë që tash vazhdojmë jetën këtu, O mor. ti ku prapo të sërisë në Bullgari, pe mo? 50.000 vetë. A, kjo është tjetër punë pas. Unë kam detyrë t'ja shpjegoj popujt tim. A mirë rregull, sepse ti ke shpresë një ditë ato gjën do të dalin në shesh. Kaq kam në dorë, kaq kam detyrë tani. Unë më shumë se kaq. Ah, rregull. Çdo mal nuk e mbroj dot. Në një dhe mund ta mbroj. Atje në fshat tim po bën çunat e fshatit, nga e kam unë origjinën, edhe pse ne kemi dekada që ka ik baba im, fëmijë i vogël, jo më po. Se kush është mali jot? Më thuaj mali tikut kush është Ta aty? thash mund. Unë jam nga Ajo Vranisht i Vlorës. Po ti më the për mani që është krah llogaras. Po aty është fshati jon nga pas, pra aty. Fshati. Sa? Po pra, po ti ku thua mali, se ke fjalën për majin e malit. Po i gjithë gjëja. Gjithë gjëja. Po. Ti e ke nga mbrapa. Nga mbrapa. Po nga mbrapa nuk është Dukati më burr. Jo. Dukati shkëtej nga mbrapa, nga lugina e lumit Vlorës, si e thonë. Është Vranishti. Vranishti. Është Vranishti, është Kuçi, është Tërbaçi, janë. Po pra, atë lumi Vlorës ku kalojmë ne që ikim në i marr. Po, një mal e ndan. Po Vranishti e di unë valla. Po, e ndan bregun e detit me lumin e Vlorës, e ndan ai Po, mali aty. po Vranishti e lokali që nga ata çunat poshtë që hahet mish. Eksakt. Hahet mish e mirë shumë atje. Shkëlqyer, është zonë e Ke shkëlqyer. ndaluar ti atje? E çunat tan, Janë çunat të mirë shumë. shumë të mirë janë. E ka parë sa bukur që kur të kaloj rruga atje Bërë me tani? gure atje. E ka bërë me gure, është rregullu shërbimi, Shëndesim. pasërti e madhe. Si e kanë emrin, më haroj emrin e pronarët gjithmonë. E mbamë emrin? Tani. Janë disa çunat, janë dy vëllezër, më duket se çfarë Janë, janë. vërtet është. Të Po. papar, ndalon gjithë Tirana aty që ha drek. Kanë bërë një investim shumë të mirë dhe Të thjesht. Po, Edhe ai mishi që pihet për gjithë qefrinë e mishi që pihet në hellë kështu është perl. aty e kam unë origjinën. Po pa ti e nga Vranishti me origjinë po. Po një sekond, mos të thuaj kështu tani. Se ti me origjinë tamam je nga Progonati. Që kanë zbritur. Po. Po mundet gjithë zona nga malësitë e Vetëm Kurveleshit. ke thënë pra, vetëm ke thënë. Nga gjithë zona ka zbrit nga malësitë e Kurveleshit. Kjo është e vërtet. Progonati do i them njerëzve çdo më thënë. Çfarë do të thënë? Po çdo më thënë Progonati. Progonati. Çdo më thënë. S'ka lidhje. Më ke thënë një në kafe, tani pse thua Po kështu? jo, mos s'ka lidhje. Po jo, po përktheje pra. Po ne toponimet, shumë toponime ne i kemi gjutë huaj. Ah, mirë, dakor. Kepistios, të gjitha, e kemi si qef në Kafe Roma, themi, s'ka lidhje. E kemi defekt këtë, i vëm Si e lejojnë patriotët shqiptarë që ndodhi kjo gjë? Si nuk i zhdukin këto emra të huaja? Ky është problem i një vendi që ka qenë shumë e shumë kohë i pushtuar. Të gjithë aksin, Pogradec, Librazh, Emerad, janë emërtime për shumë bullgare. Nuk ka lidhje. Po ka një Kanë ngel nga- ka 100 ca vjet që s'është më i pushtuar paq, këtë pavarësinë. Po,
ndoshta I mban akoma. ndoshta është i gabimi madh që Shu do vemi në Europë ne mo. jo, Pa nacionalizëm fare. nuk ka lidhje. Një pjesë duhet qëndruar me thënë drejt. Si do hyjë mortiku në Europë, pa tanke, pa një avion, pa një gjë, mo, por si, me çfarë do është? Duket për të qeshur kjo, po Jo, mo, fare ata s'të qesh. njerëz që nëse një ditë do ta drejtoja Shqipërinë, ky vend do të kishte edhe tanke, edhe avion, edhe do të bëjë një vend me dinjitet ushtarak. Po me çlek, po me çlek, po jam dakord. Me lekët që sot shkojnë në xhepat e pa ditur të atyre që me një mesazh vjenin 53 milionë euro. Në rregull? Se di unë këtë. Po, ja ta them unë. Dhe me ato lek, ë? Me 53 milionë euro me një mesazh, ë? Do i kishe 2 avion për të shuar zjarret. Se s'me 100 milionë euro në Akshit, po merr këtë Me tjetër. ato 100 milionë euro të Ja Akshit. është më e vogël se kjo Po, Akshi. me ato 100 milionë euro të Akshit do t'i kishe një Pëlqeu kjo? 4-5 F-16 që të fluturonin mbi qiejt e lirë të Republikës Shqipërisë. Po, patjetër. Sa? Po një 4-5. Sa kushton një F-16 plak? Po ka modele Disa modele. më të përdorura, 20-25 milion, 30 në varësi. Sa? 50? Jo. 50 milion? Jo, mor, jo. 50 milion euro? Jo, Mesatarisht, mo, plus minus. 25-30 milion nga miqë. Janë këto modelet e Të përdorura me vit. light. Jo, mor, mirë Po shumë. ja vlen thua motiku bota për esën para shumë, hanë të vjetra Mirë, tani po, ne. këta grekët që ke qefti, pse i blejnë këta? Unë kam qef grekët. Po në kuptimin që i përmend ndërkohës, unë nuk i kam inat, i respektoj si vend fqinj, vend... Po e ti ngatrohesh ma plotë vlla. Unë s'e kam që unë jam grek vlla, Po ç'ti jo, e ka. je nga nëna ti, se ti... Po mirë pra. Po shumë mirë. Tani ata pse i blejnë, ne pse mos blejmë në një? Pa ata, ç'është? Mua bën pyetjen. Po jo duhet të them se më pyete a ja vlen ti blejnë bota po hap. Po ha pra, të blejmë tamam duhet të them, orva, mos blejmë nga këto gjërat e vjetra. Po mirë, mos dhe të gjitha vendet nuk blen, nuk janë të vjetra, ato janë me... Po mirë, në mos 5 të përdorë, marrim 2-3. Bje fjala, po them që unë bëj pjesë ata njerëz që mendojnë që ne duhet kemi një ushtri, dinjitoze, Se nuk e di si vjen një ditë pra, kjo është gjithë pyetja. po një nga komponentët e shtetit. Nuk vet- mund të jesh shtet nëse si ke këto. Jo vetëm aq. këto- Po, tani këto- që është NATO, Po. dakord. Hajde, e zëm se NATO do të mbrojë, do të mbrojë trapin xhanën. Po, e zëm se të mbron. Se thonë që artikulli 5 do vihet dyshim, qofse ashtu do shohim, po, ç'n si ka. Po ja e zëm për një moment prishet NATO. Po mirë, të them një Çdo variant. problem tjetër. o tiku, çdo E problem them o. se NATO nuk prishet. E be, zëm se prishet e mund, marrim rastin katastrofën. Ne avion ton në atakon që të shkrepim pushke ta mbrojmë një 5 Pra nda pra. Po 5 ditë para, sa të vinë ata. Po dale mo, unë çuditem mo tiku, se pra. ti thua vetëm mbrojtje. Unë them pse nuk kemi sulm për të marrin Jo, trojë valla tona ai, ku ti valla ai ke. unë bëj pjesë të ata njerëz që Ti je në mbrojtje, nuk do të jesh në sulm. Po s'mund të jesh i shtet fuqishëm nëse nuk kërkon të zgjerohesh mo tiku. jo, unë jam që ne të ruajmë popullatën tonë dhe të mos i bie dot kush një qaf kaq. Nuk kam qasje redentiste ndaj. Po po, për të mbrojtur do të jesh sulmues. Për të Ti jam duke mbrojtur, thënë. për të mbrojtur ne na duhet që të ndërtojmë një shtet që funksionon. Dhe një shtet që funksionon ka ushtri, ka polici, ne nuk kemi ushtri. Me gjithë respektin për ushtarakët, se kam pas Iku, çështje tjetër kjo. numër të madh në familje. Edhe një herë, që mos ikmi Por nuk kemi ushtri. Nuk kemi ushtri. Ledio. Plas pak fabulën tjetër plak.